që ka krizë librit, nuk është se ka vetëm si vjetë, ka disa vite që në thonjë za. Është kriza e leximit, është kriza e vëmendjes, është kriza. Pastaj vjen kriza. Po, normal. Janë gjërat janë të lidhura, nuk besoj se ka botues në Shqipëri që nuk do të botojë apo nuk ka ëndra, projekte, pasione. Normalisht stepesh në qoftë se interesi dhe vëmendja që ti arrin të përthithësh është më e vogël, më e reduktuar, është kurrur vëmendja dhe aftësia jonë për tu përqendruar. Telefonat, rrjetet sociale na kanë trajnuar, na kanë mësuar që ne t'i marrim gjërat me pikatore, në doza të vogla, në kohë shumë të shkurtër. Leximi është antiteza e kësaj. Leximi do qetësi, do përqendrim, për fëmijët, për të rinjt, sepse nuk mund të projektojmë të ardhmen pa lexuar të sotmen, të tashme. Unë mendoj kështu, mendoj që ndoshta ka dhe njerëz që debatojnë këtë gjë, mund të thonë edhe jo, po koha do ndryshojnë, teknologjia do jetë e ardhmja dhe ne mund të bëhemi të tërë, ta di, un robot që e përthithim njohurinë brenda videove prej 2-3 minutash. Nuk e besoj këtë gjë, unë jam thellësisht e bindur që përtej çfarë mund të imagjinojmë se duhet jetë karriera apo zhvillimi profesional i dikujt, të lexuarit, aftësia për të përqendruar dhe për të lexuar më shumë se sa 10 minuta. Po ka më bukur se ai fëmia të preki faqet e librit dhe të shikojë dhe të mësojë të prekurin e librit, aromën që ai jep.